Dini rastin Omer ibn al-Khattabit radiallahu anhu, kur ra murtoja me një vend. Edhe ushtrinë ka që Omer radiallahu anhu për një qëllim madhështor, subhanallah. Isha dhe më thonë kjo, organizim shtetëror i madh, halife i muslimanve. Po shkon për me qiliru një vend. Ka dëgju, si u afru ka dëgju që murtoja ka roshka, s'pëdin. Tankun ka qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shumicën e raste. Mirë po ka pas raste ndonjë hadith që e ka folë të dikush tjetër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e ka dëgju dikush tjetër dhe ky se ka dëgju. Edhe tash mbeti, mos dini diçka. S'po din, çka me bo, çka me vepru, ushtri. Abdurrahman ibn Aufi vjen edhe i thot, unë kum dëgju një hadith pejgamberit alayhi salam, nëse me një vend murtaja është e përhapur, thot mos u futni brenda. Dhe ata që janë mrena, mos dilni jashtë. Kjo çka e bjerë vllazni në terminologjinë e sotshme? Kur ke virusi Covidit, karantinim. Kjo fetarisht vëlla. E çka u çeshin vllaznia, jo karantina, jo shteti, jo konspiracione. Po kjo prej fesë vëlla. Prej fesë kjo. Karantinimi është prej fesë. 3 muajt e parë kur ke karantinimi, a ke çështja e mirë të në Kosovë? Si u lshu, çka u bë pastaj? Ato shifrat që kanë qenë në televizion, që ato shifra që janë paraqitur në televizion veç në prizren janë kur. Çfarë shumë që ka pas vdekje. E dilë ke dikush lyke hajgare. Dhe kjo sokur gjokje. O kjo të merë. Besoni njerëzve specialista, njerëz që ka thonë Allah në Kur'an. Unë dalë, tha, ki kujdes ta, a jetu e thonë të vërtetën? Vëlloj, tha po, u kry e kthej ushtrin. Subhanallah. Ushtri që ka shku me qliru, një vend me qliru. Për një hadith e kthej ushtrin. Po e kundërshtove një hadith. Se ti nuk t'jep Allah bereqet. A e kundërshtun ata, a nuk e qunë në vend, mos t'i themi kundërshtim, se sahabët kanë qenë njerëzit më të mirë në pasimin e sunetit. Çfarë u bë? Vetëm luftën e Uhudit që zbritën mi marr plaçkën e luftës, Muhamedi alayhis salam ju tha mos zbritni, këta harun me nun që fitun, u zbritën, ju kthyn mrapsht mushrikët dhe humbën betejën. Edhe pse këta pala muslimanëve janë shahida inshallah dhe pala atyre në xhehenam. Një hadith, një urdhër i pejgamberit alayhis salam e humbën betejën. E na sa urdhë i kundërshtojmë, sa sunet e pejgamberit alayhis salam i kundërshtojmë. Allahu na rujt kodhë që lum hajgare, përveç asaj që nuk e praktikojmë.